Jemi rikthyer sërish bashkë me pjesën e dytë të emisionit prive dhe rubrikën tonë të përjashme, vërtet e pa vërtet, e cila në vazhdim do t'ju zbuloj se çfarë ka të vërtet apo jo të vërtet për artistët tanë. Para se të ndjekim këtë rubrikë, një falenderimi posaçëm shkon për sponsorët tanë, të cilët janë Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari dhe Fruti. Era i Strefi do të këndoj himnin në kampionatin botror. Po, ky lajm është më se vërtet. Të gjithë e vu në dyshim suksesin e saj për një kohë, por jo më. Kjo s'është as fillimi i asaj që pritet të bëj Era në ditët në vazhdim. Këngëtarja do të jetë pjesë e këngës që do të dëgjohet nga do në botë për gjatë një muaji të tërë. Era i Strefi do ta këndoj këngën e kampionatit botror të futbollit. Aktori e këngëtari i famshëm Will Smith do të këndojë me Erën në këtë projekt në të cilin producent është i famshmi DJ Diplo. E xhirimet e spotit fillojnë sot, kanë thënë burimet të afërta të këngëtares për prive. Era i Strefi definitivisht po shkruan histori në botë, pra Era do të jetë zëri i këngës në kampionatin botror. Okay, let's go. Remzi Osmani me Era Rusi në duet? Po, edhe ky lajm është më se vërtet. Këngëtarja e muzikës popullore nga Mushtishti ka përfunduar duetin e saj me ftesën e këngëtarës nga Tirana, Era Rusi. Dyshe janë bashkuar për të sjellur një këngë ritmike, por që i përshtatet që të dyjave në ngjyrën e zërit e njëkohësisht stilit të kënduarit. Era dhe Remzia kanë përfunduar edhe klipin e këngës e që do të lansohet pas muajit të shenjtë të Ramazanit.